do të thotë psikologjik që do duhet të analizoj. Në shtetet tjera, do të thotë, ta morim për shembull Izraelin, i cili është i njohur dhe prej nga emri diaspor edhe rrjedh, do të thotë vetëm përderisa në shtetësi izraelite gati kanë shumica e popullit hebrej që jeton në Shtetet e Bashkuara. Mos harrojmë, në Shtetet e Bashkuara ka më shumë hebrej se sa që ka në Izrael. Po të ishte që hebrejët të cilët kanë në shtetësi izraelite do të mund të votonin prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Izrael kur nuk do të mund të fitonin partitë djalltiste që është kjo Likud edhe partitë tjera të cilët tani më janë në pushtet. Në Izrael mundesh me votu vetëm nëse jeton në Izrael, pagun taksat atje, je pjesë e shoqërisë së Izraelit, do të thotë sepse ka shumë dallim nëse je qytetar izraeli që jeton në Amerikë me dy nënshtetësi, apo je qytetar izraeli që jeton në Izrael, është komplet realitet tjetër. Unë mendoj se njëjta gjë vlen edhe për diasporën në Kosovë. Realitetin me të cilën qytetarët rezident ballafaqohen në Kosovë me fëmijët e tyre, në shkollat, në institucionet e shëndetësisë, taksat dhe tatimet të cilat na i paguajmë, është komplet tjetër me një realitet të azojmë që unë isha të vajza ime në Zvicër, me burrën e saj, është komplet realitet tjetër të cilën ata jetojnë me vajzën teme tjetër të cilën e kam në Kosovë. Kështu që unë mendoj se realisht diaspora, kja nuk do të thotë që ta minimizojmë rolin e diasporës, rëndësinë e diasporës në jetën publike dhe politike në Kosovë. Mi po, unë mendoj se herdo kurdo do duhet që të shikojë kja çështja e votës, të kushtëzojë me pagesën e taksave, me aty ku i paguajnë taksat. Sa nuk paguajnë taksa? Paguajnë edhe taksa dhe tatim. S'paguajnë. Nuk është që s'paguajnë, se kur vijnë në Kosovë kanë ato fatura që edhe në Shqipni me shku t'i paguajnë tatimet si